Një këngëtare e re në moshë për me karrierë në muzikë. Ajo ka filluar këtë profesion tash e 5 vite, por që premton shumë për të ardhmen. Bëhet fjalë për Flora Morina, e cila ishte ftuar në Zoom. Ditën e nisi zakonisht me punë. Punojmë tash për momentin jemi të marrë me projekte të reja muzikore. Me të këshyme po diçka të mirë. Ajo më tutje thotë se baladat i do më shumë e nuk përjashton mundësinë që të publikoj edhe më shumë të tilla. Balada e gjej vitën pak më shumë, në plan më shumë baladat. Mirë po, publiku mendoj që e ka prit më mirë këngë ritmike, baladat ritmike. Nëse flasim për performancat live, ajo këtë gjë konsideron pikë të fortë, duke theksuar se është më origjinale kur paraqitet në atë formë. E madje, dasmat i ka për shefi, i bën me shumë dashni dhe energji pozitive. Këndimi live, njëna më rahat, jam vetja, është diçka më e mirë që mujna me nxjerr besoj. Fillimisht kur kom nis me kënu, jam nis me qëtë rrugtema, menojsha me dasma më mirë, me dasma, me neja. Po fillimisht kom vazhdu me dasma, me neja s'kom fillu hala, mendoj që është ma mirë që ke drejten. Morina thekson se aktualisht nuk i ka të caktuar bashkëpunëtorët. Por ndihet e lirë që të punoj me producent që i cilëson të denjë për vokalin dhe projektet e saj. Ka rëndësi shumë me pas një staf shumë mirë, punoj ma shlirë, kam qef me pas komunikimin ma mirë, për me hecë puna ma mirë. Si çdo e re, edhe ajo ka ëndra që mezi prej t'i bëj realitet. Por në realitetin që aktualisht e jetojmë, është e vështirë të rezistosh kohës dhe trysnisë së madhe. A e ka ndjerë konkurencën Morina apo çka mendon për këtë pjesë? Për xhelozi, unë për vete nuk kam kërkon. Mendoj që ato që e ki për shembull ti ose një këngëtar tjetër, nuk mundet me ta marrë kërkush riskon. Nuk kam, ama mendoj që ka shumë. Tash këtë kohë që jemi po ka. A të ka prek në herë ty të gjë? Jo. E këshyre me punu veç për vete, me bë diçka për vete, apo kupton nuk e këshyre e dikën tjetër. Na shta për të mirë po, më i me këshyre, ama jo me thonë se kjo, ose aj po, e unë e jo. Së fundme, atë kemi parë në 2 bashkëpunime me Xhavit Avdyli. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Flora tregon se si erdhi ideja për realizimin e këtyre projekteve. Me Xhavitin e kemi pas 2 projekte të vitit ri, kanë heqë shumë mirë. Përmes menaxhimit, kom rënë në kontakt me Xhavitin, edhe jam pritë shumë mirë. A ka plane për duetet të tjera, apo njërë po donë me kanë si solista? Po, kismet po. Që s'kom vendos hala me kanë, që shtek i kam domini me kanë kam qef, po ndërkohë e shohin. Të pa të dua. Flora pohon faktin se aktualisht është beqare, arsyeja do ju befasoj. Për momentin jam me fokusu me ma shumë të karriera jam, edhe nuk mendoj njëherë diçka. Jam e rej hala. Kisha pas që më fokusu veç të karriera për momentin. Ndërkohë e shohin.